Ministria e Jashtme e Shqipërisë këshillon qytetarët që të shmangin udhëtimet në vendet e lindjes së mesme. Në ditën e 4 që nga sulmi shë bazë dhe Izraelit në drejtim të Iranit, situata paraqitet problematike dhe me rrezikshmëri të nivelit të lartë. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme njofton se në vijim të përshkallëzimit ushtarak në lindjen e mesme, situata e sigurisë mbetet e paqëndrueshme dhe e paparashikueshme. Ministria këshillon fuqishëm shtetasit të shqiptar të shmangin çdo udhëtim drejt të vendeve të rajonit deri në një njoftim të dytë. Janë mijëra qytetarë që punojnë dhe jetojnë në vende të ndryshme të lindjes së mesme, për të cilët apelohet të ndjekin udhëzimet e autoriteteve përmes protokollit të hartuar. Një ndër pikat kryesore është që të mbajnë me vete dokumentet e udhëtimit, që në rastin e parë të mund të largohen nëse kanë dëshirë. Të tregojnë vigjilencë maksimale dhe të ushtrojnë me përparësi mundësinë e largimit përmes linjave ajrore, për aq kohë sa ato vijojnë të jenë funksionale. Të ndjekin zhvillimet përmes burimeve mediatike të besueshme dhe kanaleve zyrtare të informacionit, të respektojnë dhe ndjekin në çdo kohë udhëzimet e autoriteteve lokale, të mbajnë dokumentet e udhëtimit dhe mjetet e komunikimit të gjithmonë të gatshme, në rast nevoje të kontaktojnë përfaqësinë diplomatike dhe konsullore të Republikës së Shqipërisë në rajon dhe të veprojnë në përputhje me udhëzimet e tyre. Aktualisht linjat ajrore me vendet e përfshira në përplasje janë të mbyllura dhe nëse situata përkeqësohet, atëherë ministria thotë se mund të ketë zgjerim të perimetrit për ndalimin e fluturimeve, duke sjellë edhe anulim të fluturimeve të përcaktuara më herët. Ndërkaq shqiptarët që ndodhen në këto vende, nëse kanë në plan për të larguar, duhet të presin një vendim nga autoritetet.